Sezoni i ri televiziv nis me lëvizje të reja dhe një prej rikthimeve që pritet të tërheq vëmendjen është ai i Valbona Mhillit. Pas një periudhe larg ekranit, gazetarja dhe moderatorja rikthehet në televizion, këtë herë në një rol të rëndësishëm në News 24, ku do të marrë drejtimin e emisionit të mëngjesit Villa 24. Mhilli ka ndërtuar ndër vite një profil të lidhur ngushtë me median, ekranin dhe komunikimin publik. Rikthimi i saj shënon një sfidë të re profesionale televizive. Energjia, komunikimi drejt për drejt dhe mënyra e saj për të krijuar raport me publikun janë ndër elementet që pritet të karakterizojnë këtë rikthim. Për Mhillin, sezoni i ri shënon një tjetër kapitull në karrierën televizive, duke marrë drejtimin e emisionit të mëngjesit Villa 24. Lëvizja e saj është pjesë e merkatos televizive që shoqëron nisjen e sezonit të ri ku ekranet shqiptare po riformatojnë programacionin dhe po sjellin emra të njohur në pozicione të reja. Villa 24 do të nisë transmetimin në shtator në News 24, ndërsa rikthimi i Valbona Mhillit pritet të jetë një prej lëvizjeve që do të tërheqë vëmendjen në sezonin e ri televiziv. Një rikthim në ekran, një sfidë e re dhe një kapitull i ri për Valbona Mhillin në televizion. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.